Hygerta dhe Ludo po qëndronin së bashku, duke reflektuar mbi ngjarjet e fundit në shtëpi, kur biseda kaloi te Edi dhe situata që çoi në largimin e tij. Të dy ranë dakord se ajo që ndodhi nuk ishte as pak e papritur, sidomos për ata që kishin vëzhguar me kujdes sjelljen dhe gjendjen emocionale të Edit gjatë javëve të fundit. Ludo theksoi se Edi kishte gati një muaj që duronte shumë gjëra në heshtje. Ai rrinte i qetë në dukje, por tensioni i brendshëm ndihej. Nuk reagonte menjëherë, nuk përfshihej në çdo debat, por ishte e qartë se po grumbullonte gjithçka brenda vetes. Për Lodon, kjo ishte shenjë se herët avon do të vinte një shpërthim, sepse askush nuk mund të mbaj presion pa kufi. Hygerta e dëgjoi me vëmendje dhe shtoi se momenti kyç ishte kur Arditi i gjeti kodin. Sipas saj, Arditi e kuptoi se ku e kishte pikën e dobët Edi dhe filloi ta provokonte pikërisht aty. Ofendimet dhe komentet e drejtpërdrejta ishin pika që e çuan situatën në limin. Në atë çast, gjithçka që Edi kishte mbajtur për një muaj të tërë doli në sipërfaqe. Edi ishte si një min me sahat, tha Hygerta me bindje. Sipas saj, ai nuk duronte më fare dhe ishte vetëm çështje kohe se kur do të shpërthente. Nuk ishte një reagim i çastit, por pasojë e një presioni të vazhdueshëm dhe e një provokimi të qëllimshëm. Kur kufiri u kalua, reagimi ishte i pashmangshëm. Ludo ra dakord dhe shtoi se në një lojë si kjo, durimi shpesh keq kuptohet si dobësi. Kur dikush të sheh që nuk reagon, mendon se mund të vazhdoj edhe më shumë. Por në raste si ai i Edit, heshtja nuk ishte qetësi, ishte vetëm mbajtje. Dhe kur mbajtja mbaron, pasojat janë të forta. Të dy përfunduan se largimi i Edit ishte një kombinim faktorësh, durimi i zgjatur, provokimi i saktë nga Arditi dhe një moment ku emocionet morën kontrollin. Ishte një situatë që mund të ishte shmangur, por në kushtet e izolimit dhe tensionit të vazhdueshëm, shpërthime të tilla janë pjesë e lojës. Biseda mes Hygertës dhe Ludos tregoi edhe një herë se në Big Brother, Alba ju drejtua Labinotit dhe Tonit me një ton të prerë, që tregonte qartë se nuk ishte thjesht një bisedë e zakonshme, por një paralajmërim. Ajo i shikoi drejt në sy dhe, pa hezitim, tha se nëse nuk do të dilte të premten, gjërat do të ndryshonin rrënjësisht për ta. Fjalët e saj nuk ishin të thëna në nerva të çastit, por me bindjen e dikujt që ndjente se kishte mbajtur shumë brenda vetes. Lutuni Zotit, u tha ajo, sepse nëse unë qëndroj këtu, do të më keni përballë gjatë gjithë kohës. Alba e bëri të qartë se nuk kishte ndërmend të qëndronte më në heshtje, të vëzhgonte nga larg apo të pranonte situata që sipas saj ishin të padrejta. Për të, loja kishte kaluar nga një bashkëjetesë e qetë në një teren ku disa banor po qëndronin rehat, pa dhënë asgjë konkrete. Ajo vazhdoi duke theksuar se kishte njerëz në shtëpi që, sipas mendimit të saj, po e shpenzonin kohën kot, pa u përfshirë në lojë, pa marrë përgjegjësi dhe pa treguar karakter. Këtu nuk jemi për pushime, la të kuptojë nga fjalët e saj. Këtu jemi për të dhënë, për të luftuar, për të treguar veten. Ky ishte mesazhi i saj i fortë, që u ndje menjëherë në atmosferën e shtëpisë. Labinoti dhe Toni e dëgjuan në heshtje. Tensioni u ndje në ajër, sepse Alba nuk po fliste vetëm për ta, por për një realitet që shumë banorë ndoshta e mendonin, por nuk e thoshin me zë të lartë. Ishte një moment përplasje e karakteresh, ku Alba vendosi të dalë nga roli i të duruarës dhe të marrë hapur pozicion. Ky shpërthim e vendosi Alben sërish në qendër të vëmendjes. Për disa, ajo u pa si e guximshme dhe e drejtë, për të tjerë si tepër e ashpër. Por një gjë ishte e sigurt, pas asaj dite, askush nuk mund ta injoronte më. Alba tregoi se nëse do të vazhdonte lojën, nuk do ta bënte në heshtje, por duke qenë e pranishme, sfiduese dhe e gatshme të përballej me çdo që, sipas saj, nuk po e meritonte vendin në shtëpinë e Big Brother. Në shtëpinë e Big Brother Kosova, ku çdo fjalë peshohet dhe çdo koment merr për masa më të mëdha se ç'është në të vërtetë, një bisedë mes Lëndrimit dhe Benitës ndezi diskutime dhe reagime të ndryshme. Lëndrimi, pa shumë rrotulla, i tha Benitës se sipas tij, ajo nuk ishte më e bukur e shtëpisë. Ishte një deklaratë e drejtë për drejtë, ndoshta e thënë me ironi, ndoshta për të provokuar një reagim, siç ndodh shpesh në këtë lojë. Benita nuk u stet. Me vetë besim, ajo u përgjigj se për të, më e bukura në shtëpi ishte Dolce. Përgjigjja e saj u duke menduar, jo xheloze, por realiste, sikur donte të tregonte se bukuria nuk është një garë personale, por një perceptim. Ajo e pranoi hapur se Dolce kishte një bukuri që binte në sy dhe që nuk kishte nevojë për krahasime. Në atë moment, në bisedë u përfshi edhe Eliona, duke e kompletuar panoramën e mendimeve.
sipas saj, pas Dolces vinte ajo vetë, duke e thënë këtë me një ton që për disa u duk si vetë besim, ndërsa për të tjerë si një mënyrë për të vendosur kufi dhe për të mos lejuar që tema të shndërrohej në një debat të panevojshëm me goje. Kjo skenë tregoi edhe një herë se në Big Brother, bukuria shpesh përdoret si mjet diskutimi, si armë provokimi apo si mënyrë për të testuar reagimet e banorëve. Por njëkohësisht, ajo nxori në pa edhe diçka tjetër, jo të gjithë bien në kurthin e krahasimeve. Disa din të ruajnë balancën dhe të mos e teprojnë me vetë promovimin. Në fund, mesazhi që mbeti ishte i qartë për shumë shikues. Në një shtëpi ku ka kaq shumë personalitete të forta, bukuria nuk është ajo që të mban gjatë në lojë. Janë qëndrimet, sjellja dhe mënyra se si përballon situatat që të japin peshë. Dhe ndoshta pikërisht kjo është arsyeja pse bisedat të tilla, sado të vogla të duken, tregojnë shumë për dinamikat reale brenda shtëpisë së Big Brother Kosova. Një vajzë e bukur si Dolce, me një prani që në fillim u ndje fort, duket sikur sot është lënë në hije. Kur hyri për herë të parë, ajo arriti të bënte për vete shumë njerëz, publiku shqiptar e pa si një figurë të freskët, të natyrshme dhe me potencial për të qenë një nga personazhet më të spikatura të shtëpisë. Çdo fjalë e saj, çdo reagim, çdo buzëqeshje dukej se kishte peshë dhe ndikim, megjithatë, me kalimin e kohës, situata ndryshoi. Prania e vëllait të madh u bë gjithnjë më dominuese, duke e lënë Dolcen disi në hije. Pa dashje, ajo filloi të perceptohej më pak si individ i pavarur dhe më shumë si motra e dikujt tjetër. Kjo ndikoi jo vetëm në mënyrën se si e shihnin banorët e tjerë, por edhe në mënyrën se si ajo vetë u pozicionua brenda lojës. Në fillim, Grande Fratello ishte një skenë ku ajo shkëlqeu. Ishte aktive, e përfshirë në biseda, pjesë e dinamikave dhe gjithmonë e pranishme. Tani, sipas asaj që vërejnë edhe banorët, ajo nuk është më aq e aktivizuar. Shpesh shihet duke qëndruar e tërhequr, duke pushuar ose duke fjetur, gjë që ka sjellë edhe komente të drejtpërdrejta, si ajo e Labinotit që ja vë në dukje këtë pasivitet. Kjo gjendje ngre shumë pikpyetje: a është lodhje, a është strategji, apo thjesht ndjenja se nuk ka më hapësirë për të shprehur veten si më parë. Në një ambient ku çdo lëvizje analizohet dhe çdo mungesë vihet re, të qëndrosh në hije është pothuajse po aq e dukshme sa të jesh në qendër të vëmendjes. Megjithatë, Dolce mbetet një figurë me potencial. Bukuria, natyrshmëria dhe impakti që pati në fillim tregojnë se ajo ka ende shumë për të dhënë. Pyetja e vetme është nëse ajo do të zgjidhë të dalë sërish nga hija dhe të rikthejë vëmendjen te vetja, jo si motër apo si figurë dytësore, por si ajo vajza që dikur bëri për vete gjithë publikun. Ishte një ditë e nxehtë vere dhe banorët kishin organizuar një lojë të çuditshme në obor, të frymëzuar nga idetë e vëllait të madh, që gjithmonë shpik gjëra të papritura. Ludo dhe Hygerta ishin pjesë e një sfide të veçantë. Të dy ishin të lidhur me një litar të trashë që i detyronte të bashkëpunonin dhe që çdo veprim i tyre të shkaktonte situata qesharake. Banorët i shikonin me kënaqësi nga anët e oborit, duke qeshur me çdo lëvizje të dyve. Ludo, që kishte për detyrë të hiqte një pjesë të kostumit të tij për të përfunduar lojën, filloi të hapte rripin e pantallonave të tij, ndërsa Hygerta nuk dinte ku të shikonte. Njëherë e drejtonte shikimin lart, njëherë poshtë, duke ndjerë një siklet të madh që i mbushi fytyrën me ngjyrë të kuqe. Banorët shpërthyen në të qeshura. Një fëmijë i vogël që ishte ulur në trotuar bërtiti. Ludo po humbet betejën me rripin. Dhe të tjerët filluan të qeshnin edhe më shumë. Ludo, i përqendruar në detyrën e tij, nuk e kuptonte fare se sa qesharake dukej situata. Hygerta, nga ana tjetër, tentonte të bënte grimasa të vogla për të fshehur sikletin, por çdo lëvizje e saj vetëm sa e bëri situatën më komike. Kur Ludo më në fund e mbaroi sfidën dhe vendosi gjithçka në vend, të gjithë shpërthyen në duar trokitje dhe të qeshura. Hygerta u mbulua me duar për të fshehur fytyrën, por nuk mundi të mos qeshë gjithashtu. Të dy u përqafuan, duke e ditur që ajo ishte një nga situatat më të çuditshme dhe qesharake që kishin përjetuar ndonjëherë. Dita përfundoi me të gjithë banorët duke folur për këtë moment për orë të tëra. Lojrat e vëllait të madh shpesh çonin në situata të sikletshme, por gjithmonë përfundonin me të qeshura dhe kujtime të bukura. Ludo dhe Hygerta nuk mund të ndalnin së qeshuri ndërsa u ulën në një stol në obor, duke kujtuar se si një rrip dhe një lojë e çuditshme mund të bëjnë një ditë të zakonshme të bëhet e paharrueshme. Fjalët që Alba ja drejtoi Benitës nuk ishin të rastësishme dhe as të thëna në vap momenti pa domethënie. Kush je ti që i përzihesh Elionës në debat me Claudin? A ja ke prerë kërthizën Claudit?
Ti rri, ulu, mbaj vendin tënd. Këto fjalë tregojnë qartë një përplasje jo vetëm mendimesh, por edhe kufish që janë shkelur prej kohësh, kur një debat nuk të përket drejt për drejt dhe megjithatë zgjedh të futesh. Duhet të jesh gati të mbash përgjegjësi për fjalët dhe pozicionin që merr. Alba nuk foli për të ofenduar pa arsye, por për të vendosur një vijë të qartë. Askush nuk ka të drejtë të flasë në emër të dikujt tjetër, sikur ai të mos kishte zë. Mendim apo aftësi për të mbrojtur veten. Pyetja ai a ke prerë kërthizën Klodit? Nuk është thjesht provokim, është një mënyrë e drejtë për drejtë për të thënë se Klodi është i rritur, i pavarur dhe nuk ka nevojë për mbrojtës të vetë shpallur. Mbaj vendin tënd nuk do të thotë për ulje, por respekt për hapësirën dhe rolin e secilit. Në një shtëpi ku tensionet janë të larta, ndërhyrjet e panevojshme vetëm sa i hedhin benzinë zjarrit. Kur përzihesh në debate që nuk janë të tuat, rrezikon të bëhesh pjesë e problemit, jo e zgjidhjes. Alba foli ashpër sepse durimi kishte arritur kufirin. Sepse nuk mund të kërkosh qetësi duke krijuar kaos. Nuk mund të flasësh për drejtësi duke u futur aty ku nuk të takon. Respekti nuk është vetëm mënyra si flet, por edhe kur zgjedh të heshtësh. Ky debat nxori në pa diçka shumë të rëndësishme. Jo çdo mendim duhet thënë dhe jo çdo situatë kërkon ndërhyrje. Ndonjëherë maturia është të rish mënjan, të dëgjosh dhe të mos marrësh role që nuk janë të tuat. Sepse kur kufit nuk respektohen, konfliktet bëhen personale dhe fjalët lënë pasoja që nuk harrohen lehtë. Në fund, kjo nuk është thjesht një përplasje mes emrash, por një pasqyrë e asaj që ndodh kur respekti mungon dhe kur secili harron vendin e vet dhe pa respekt, asnjë debat nuk mund të quhet i drejtë. Sado argumente të ketë.